Nëna e këngëtares së njohur shqiptare Beatrix Ramosaj është diagnostikuar me kancer dhe ka nisur tashmë trajtimin mjekësor. Artistja ka ndërë këtë moment të ndjeshëm me ndikësit përmes një postimi prekës në një sastori ku ka shprehur forcën, dashurinë dhe mirënjohjen e saj ndaj SOM-s. Nuk jam aty për ta mbajtur dorën tani, por do ta mbaj me gjithë zemrën time, mami. Çdo frymëmarrje, çdo minutë, shkroi ajo. Beatrix ka përdititur se një tjetër hap i rëndësishëm i trajtimit është përfunduar me sukses, duke shprehur krenarinë për forcën e SOM-s. Një tjetër hap i madh u përfundua sot. Jam kaq krenar për forcën tënde, mama. Çdo ditë një hap më afër, shton këngëtarja. Beatrix gjithashtu falenderon të gjithë ata që po i qëndron pranë familjes në këtë periudhë të veçantë. Mirënjohëse për çdo mesazh, çdo lutje, çdo fjalë të mirë. Faleminderit që na rrethoni me kaq shumë dritë. Në fund ai kërkon mirëkuptim për mungesën e përgjigjeve personale, duke theksuar se mbështetja e publikut është shumë e rëndësishme për të. Më falni nëse nuk mund të përgjigjem të gjithëve tani, por mbështetjen tuaj e mbaj me vete, përfundoi Beatrix Ramosaj. Lajmi për sëmundjen e nënës së saj ka prekur shumë fanca, të cilët i urojnë shërim të plot familjes.